Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim në këtë momente për turizmin. Në fakt, frekuentimi i plazheve duket se nis sapo koha është e bukur dhe e favorshme. Ne kemi parë edhe indicet e para nga qytetarët vendase të huaj të cilët bërshojnë në Bregdetin shqiptar në zona të ndryshme, por do të flasim pak për pjesën e kushteve, për itshmëritë dhe për gjitha këto. Kam të ftuar në studio zotin Zak Topuzi, kryetari i hotelerisë në shoqatën shqiptare të turizmit. Mirëseardhët. Faleminderit për ftesën. Ju jeni në kontakt të vazhdueshëm me sektorin hotelier. Na flisni pak për tendencat e prenotimeve dhe si duken deri më tani dhe kryesisht nga cilat vende i kemi? Është një vit më i mirë se viti që kaloi. Duket që do jetë një sezon i suksesshëm. Ka mbi 20-30% të prenotimeve për sezonin pik nga operatorët, por edhe nga individët. Një trendi ndodhur 2 vitet e fundit, se përgjithsisht kanë qenë muajt e fundit prenotimet. Përgjithsisht është po i njëjti klient shqiptar, gati 95% janë europian, pra nga kontinenti i Europës. Gati 76% janë rajoni shqiptar me pasaporta të huaja, po me banim në rezident jashtë, ku hyn pjesa më e madhe Kosova, që zë gati 38%, shqiptarët nga Malizi, nga Maqedonia, dhe sigurisht shqiptarët vetë që refugjat që janë shpërndarë nëpër Europë. Kontingenti kryesor janë prenotimet individuale. Ka një trend interesant që po shtohet prenotimet individuale familjare, pra tregojnë që Shqipëria po kthehet në një vend të sigurt, sepse nuk ke vetëm turist individ të veçantë, por me familje, me fëmijë të vegjël, dhe kjo tregon jo vetëm siguri, por edhe që do themi Shqipëria gjatë këtyre viteve ka pësuar një përmirësim të dukshëm të imazhit. Turizmi edhe në Shqipëri po ka përzen 12 muaj, pavarësisht nga luhatjat. Sigurisht që ka rreth gati 14-15% më shumë turist gjatë tyre 3-4 muajve. Ka një, po themi, një stabilizim të periudhës sezonale, pra 5 muajt e verës, janë pothuajse të zëna, dhe kjo tregon që Shqipëria ka përgatitur hotele me standarde dhe resorte, pavarësisht se janë pak, dhe një rol madh luajnë dhe apartamentet dhe vilat me qira, të cilat pothuajse janë katërfishuar në krahasim me kapacitetet akomoduese. Kjo është pak a shumë situata, jemi më mirë se sa kemi qenë, dhe shpresojmë që ky trend të jetë gjatë këtyre 15 vjetëve, pasi është një trend botëror. Pra turizmi do të jetë industria kryesore që do të parapri zhvillimit dhe rritjes, po themi, të ardhurave të prodhimit përgjithshëm bruto të gjithë botës. Mesatarisht deri në vitin 40 parashikohet 7% rritje të numrit të turistëve dhe të ardhurave në botë. Shqipëria, duke qenë se është një vend i pa stabilizuar akoma dhe në zhvillim, e ka rreth 10-14% në vit. Kjo që pritet një vit më i mirë dhe një 10 vjeçar akoma më i mirë. Më i favorshëm. Ndërkohë, njësitë akomoduese apo zonat bregdetare që po pëlqejnë dhe po rezervohet më shumti, në cilat hotele, në zonën e Durrësit, në jug, në pjesën e Shëngjinit, Velipoj, si jemi? Hambari i Shqipërisë është zona nga Durrësi deri në Velipoj, Shëngjin, ku përfundojnë gati 65% të gjithë turistëve që vinë në Shqipëri. Dhe falë përmirësimeve të dukshme, hoteleve që janë ndërtuar këto 10-15 vjet të fundit me standarde me cilësi, kemi probleme me kapacitetet akomoduese, pasi na mungojnë resortet dhe hotelet e mëdha që përpunojnë shtresën e cila ka mundësi të paguajë, kërkojnë pushime me dinjitet dhe nuk kanë kohë të harxojnë, por i duan full board, half board, i duan gjithat përfshira. Kjo na mungon. Kjo na mungon, kemi shumë pak.
gati vetëm 1% hotele me 5 yje që edhe ata gjysma e këtyre realizojnë këtë lloj pakete, pastaj pjesa tjetër është një turizëm i cili ti nuk di se sa do shpenzosh, ti mund të paguash dhomën, por pastaj do hash a la carte që ka kosto të larta. Pra kjo ndoshta është e meta e rëndësishme, të cilën ne duhet ta përmirësojmë gradualisht që shtresa e mesme që ka mundësi që paguan, që janë stafet drejtuese, menaxherët e përgjithshëm që kanë të ardhurat, duan pushime koncize me të paguajnë, por dhe të kenë dhe shërbim. Sa po punohet në këtë drejtim që t'jemi gati pas disa viteve për të përgjigjur edhe kësaj kategorie? Në fakt, qeveria ka bërë gati strategjinë 2025-2030, ku një nga problemet kryesore ka qenë plotësimi i kapaciteteve akomoduese dhe kryesisht resorteve. Ka një rritje gati brenda kësaj periudhe 5 vjet do të ketë një 120% rritje të kapaciteteve akomoduese dhe kryesisht hotelet mëdha dhe resorte. I është dhënë rëndësi edhe turizmit elitar, që është një nga industritë e rëndësishme të mesdheut, pasi duhet kuptojmë që turizmi elitar konsumon vetëm 2% të kapaciteteve akomoduese, po siguron 22% të gjithë ardhurave. Pra, nuk duhet hequr dorë nga çdo turizëm. Ne shohim që në fakt ndërtimet vijojnë, nuk ndalen, por ky vit, ky sezon na gjen me akomodimet të reja, me njësi të reja akomoduese? Sigurisht çdo vit ka me 10 hotele që ngrihen, kryesisht në zonat e rëndësishme si Durrësi, Golemi, por edhe jugu, pra në Himar, Dhërmi, pritet të hapen disa hotele cilësore. Dhe shton kapacitetit i përgjigjet numrit të lartë që ne kemi në fakt gjithnjë në rritje. Ndërkohë problematika që shikoni në horizont, cilat janë probleme që mund na shoqërojnë edhe gjatë këtij sezoni? Flas pak për infrastrukturën, për pjesën e energjisë elektrike, për pjesën e ujit, pra gjitha këto sa funksionojnë? Na kapi të paprgatitur rritja e numrit të menjëhershëm të turistëve mbas pandemisë. Ju e keni dëgjuar qeverinë, kryeministri ka folur për 10 milion turistë në vitin 2030. Ne jemi në 2024 dhe vajtën gati 12 milion turistë. Pra, nuk arritëm dot të kapim në kohë dhe të nuhasim rritjen e numrit të turistëve, dhe kjo ka bërë ka krijuar vështirësi në transportin publik, në lëvizjen, në rrugët dhe në periudhën pik. Sigurisht vajtja në destinacion është ciklet më vete. Trafiku që krijohet, dyndja. Dhe ky është ndoshta problemi kryesor, që ne duhet punojmë më shpejt dhe nuk duhet bëjmë gabime të tilla, pasi një pjesë e turistëve shqiptar, po dhe Kosova, që janë turistët kryesor, kanë gjetur tashmë destinacione të tjera që mund të shkohet më kollaj, pasi ata mund të shkojnë në Greqi me një autostradë 130 km/h, me gati gjysmën e kohës që i duhet për të ardhur në Durrës apo në Vlorë apo në Bregdet. Pra ne duhet nxitojmë që korridori veriut jetë emergjenca kombëtare e Shqipërisë, nëse ne duam të kemi në rritje të ardhurave dhe uljen e borxhit. Në cilat zona janë më prezente problematikat? Flas kantieret hapura ndërtimi, mungesë aksesi për rrugë apo pjesa e trafikut që shpesh ndeshet, ku janë më problem? Gjithë Shqipëria është kantier ndërtimi, ne jemi në zhvillim dhe duket, por problemi jonë është ky, që ne nuk kufizojmë ndërtimet në zonat me potencial turizmi në periudhën qershor deri në fund të shtatorit apo tetorit. Dhe vazhdojmë punojmë, ndërkohë që krijojmë shqetësime për ta njerëz që kanë ardhur për të paguar dhe ai e konsideron ligjin njësoj si në Europë, po edhe në Shqipëri. Dhe ndërtimet janë kudo, që në Vlorë, Dhërmi, Himar, Lezhë, pa lënë më janë punimet që bëhen në përmirësimet rrugore të vazhdueshme. Pra, ne vërtet i hymë për të rikonstruar autostradën Tiranë-Durrës, por në të njëjtën kohë kapëm
në rekonstruksion dhe rrugën tjetër ditësore që mund në ndihmonte, kalimin nga plepat nga kombinati në Gjitha këto janë minus për janë të gjitha do të krijojnë probleme tave për qarkullimin e turistëve. Pra ne duhet jemi koncis dhe duhet ta marrim seriozisht që turizmi është industria jonë kryesore dhe bires dhe zëvendës kryeministja duhet të jetë ministra e turizmit në konceptin e Shqipërisë. Pra në funksion të industrisë kryesore, për vitin 2024 ka vajtur 26% prodhimi përgjithshëm bruto vjen nga turizmi dhe udhëtimi. Pra është 1/4 e gjithë prodhimit përgjithshëm që varet nga turizmi dhe gati 1/4 e punojësve janë të varur, janë të lidhur direkt me industrinë turistike. Duke qenë se jemi tek punojësit, ju i preket pak, por dua të flas për atë çfarë plotësojnë. Si jemi me fuqinë punëtore? Ka problematika në gjetjen e stafeve? Është një nga problemet kryesore jo vetëm të Shqipërisë, po edhe të BE-s, edhe në botë. Zgjidhja e qeverisë është bërë me punojës nga jashtë. Janë në negociata me Filipinet për të sjellë diku 30 apo 40.000 punojës që i duhen industrisë turistike kryesisht, po dhe industrive tjera që lidhen me shërbimet, por në të njëjtën kohë na largohen gati 30-40.000 punojës në vit nga Shqipëria për në vendet e BE-s. Dhe ky ekuilibër nuk mund të zgjidhet dot me punonjës nga vendet e tjera, pasi ata kanë kosto më të lartë se sa punojësit shqiptarë. Pasi përveç pagave që janë 400 deri në 600, ata duan ushqimin, fjetjen, duan sigurime, kanë garanci, kanë 2 herë në vit duhet i çosh në destinacionin nga kanë ardhur. Pra këto janë kosto që normalisht i kalojnë në bizneseve dhe këtë kosto mund ta mbajnë vetëm hotelet e mëdha, resortet, kurse bizneset e vogla, bizneset familjare kanë pa mundur ta mbajnë sepse në fundit ta janë punojës që duan një kontratë të plot vjetore. Ndërkohë që ne jemi një vend me turizëm sezonal dhe mbas shtatorit, pra mbas 5 muajsh, të gjithë ata që kanë marrë nga këta punojës në Bregdet, kontaktojnë tani kush mund t'i marrë për t'i punësuar në Tiranë apo në vendet e tjera. Pra është një siklet i madh për këta njerëz dhe nuk është kjo zgjidhja. Jeni nga vendet e rralla ku shërbimi kryhet akoma nga vendasit. Dhe nëse ne do humbasim do humbasim shumë vlera nga turizmi, nuk mund të shkosh në një bujtim fshati dhe të shërbejnë filipinase, nuk ka asnjë logjik brenda në këtë. Dhe zgjidhja ka qenë e propozuar nga ne, pra gati gjysma e punojësve të turizmit në Greqi janë shqiptarë, të cilët marrin një pagë pak a shumë njësoj sa paga që marrin punojësit e turizmit në Bregdet, por ata kanë një kontratë vjetore dhe 4 muaj ja paguan shteti sigurimet shoqërore dhe pagën minimale diku 450 euro. Edhe kur nuk janë në punë, pra, edhe kur nuk janë në sezon. Edhe kur nuk janë në punë. Ai ka një siguracion vjetor, ka një pagë vjetore dhe ato 4 muaj që i ka pushim, ai mund merret edhe me një punë tjetër për të siguruar të ardhurat tjera. Në përpjekjet që po bën për të rikthyer migrantët apo për të mbajtur fuqinë punëtore këtu, si e shikoni? Kjo është parashikuar në terma jo konkrete në strategji, por ne nuk e dim akoma se si do zbatohet dhe kjo është gjë që duhet të filloj urgjentisht sa panahikur dhe ata punojës të cilët punojësit e turistit janë aset kombëtar. Nuk i lejon njeri të largohen pasi janë njerëz që janë trajnuar, dinë më shumë se një gjuhë, dinë të komunikojnë me të huajt dhe është vështirë të përgatitesh të tjerë në kushtet e sotme. Ndërkohë flasim pak për rregullorën për sa i përket vendosjes së shezlongëve për pushuesit. Është e qartë, ka patur problematika deri më tani dhe kur pritet bëhet ajo ndarja për të parë nëse do të ketë dhe reagime? Në fakt ne kemi dështuar 15 vjet me sukses në menaxhimin e Bregdetit. 3 kanë qenë problemet kryesore që kanë shtruar nga survejt e turizmëve vendas dhe turistëve tuaj. Pra, transporti publik dhe bllokimi i rrugëve, mbeturinat dhe plazhet.
Zënja totale vizë bregdetare nga sezlonet gjatë vitit fundit ka qenë një nga shqetësime më të mëdha të pothuajse të gjithë turistëve shqiptar apo të huaj. Dhe ne na vjen mirë që vajtin në vesh të kryeministrit, i cili ndërmori një nisëm, por ne do mendonim se ishte momenti që të ndërmerreshte një nisëm përfundimtare për ta zgjidhur këtë problem të ngërç, ndërkohë që nuk është vetëm problem shqiptar. Greqia e përmirësoi ligjin në 2024, duke bërë një zgjidhje ndoshta nga më të mirat në rajon, pra i la 50% publik dhe 50% bizneset në një territor duke ndarë me 1 kilometër, 500 gjysma biznesi, gjysma privati. Flasim pak për çmimet. Mendoni se do ta mbajnë dorën subjektet turistike në Bregdet për pjesën e çmimeve? Shpesh ka ankesa nga qytetarët edhe për abuzime. Madje thuhet që Shqipëria po kthehet vetëm për të shërbyer një kategorie turistësh të huaj dhe për shqiptarët është pak e vështirë për të përballuar kostot, të paktën në jug, sepse pjesa e Durrësit ka tjetër. Në fakt është më shumë abuzuese në Eurostat, sipas statistikave, Shqipëria ka paketat më të lira në Europë, në BE, po në Europë, por mos të në BE, pas nesh vjen Turqia për paketë. Dhe Maqedonia, që nuk ka lidhje, ka vetëm i gjysmë liçeni, ka 20% më shtrenjtë paketat se sa Shqipëria. Pra, nuk bëhet fjalë për paketa të shtrenjta, dhe këtë e tregon ardhja e italianëve, kryesisht ata të jugut, cilët në disa emisione që janë bërë, unë kam ndjekur dhe Italinë, që italianët ishin të shqetësuar përse një pjesë e qytetarëve të tyre kanë ardhur dhe kanë gjetur Shqipërinë si vend. Dhe bënë një analizë duke folur dhe me... Pra jemi konkurrues me vendet e tjera... Jemi konkurrues me gjithë vendet e rajonit. Për çmimet që ofrohen? Patjetër. Ankesat kryesisht vijnë nga tregu vendas? Nga... Shiko, Shqipëria afron të gjitha llojet e turizmit. Ndërkohë sa i përket pjesës kërkesave të turistëve kryesisht që paguajnë padyshim me kartë, sa e plotësojnë rjeti jon hotelier, por edhe i shërbimeve të tjera këtë mundësi, dhe çfarë po bëhet për përhapjen më shumë të këtyre pajisjeve? Ka një rritje të jashtëzakonshme të përdorimit të kartave në Shqipëri, jo vetëm nga tuajt, por edhe nga shqiptarët. Por problemi kryesor që ne kemi shtruar si industri është sektori tips që duhet ketë, pra shpërblimi, që duhet të ketë vetë sistemi i posit që jep banka dhe këto të kanalizohen që shpërblimet që mund të marrin kamarierët dhe një të ardhur të caktuar, të mos tatohen nga shteti. Zoti Topuzi, unë falenderoj shumë që ishit në studi me ne. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, në këtë moment e ka publicitet.